Ma si kosi që ka tërqunit. Pritë se do të shikojnë mami, vaj? Ma ke bello, kush e ndërtovi atë? Bravo, re zemra ime të pëlqen ty. Kush ta blevi ty? Mami, re! Po Xhaxhi solli me post, po ta blevi mami. Ta bleva unë në dritë. Ta blevi mami çunit. Ma sa bukur o zot. Ma sono arrivato ad aiutarti. Dimmi, dai, giochiamo insieme, Arli. Ok. Dove va questo treno? Ah, vuoi che ti metto questo qua? Mettilo così. Così. O se no, così. Arli, guarda, è arrivato il camion con la roba. Dobbiamo montare tutto. Edhe trenin. O Arli, fai që mami që ngjyrë është kjo? Verdhe. Kjo? Aiutami. Dimmi, sono qui. C'è bello? Un push treni. Adesso lo sistemiamo. Ciao Ciuf Ciuffi, come ti chiami? Una sorpresa, Arli te ka già. Ciuf Ciuffi. Kush ti blevi ti këta? Kush u ku? Treni bëri bua. Gjan, mos qaj treni. Unë e rëgullova, shikon. Që ka emrin treni jot? Edo. Lego. A kizini në jote. Hajde me kushi qik hajde. Kus ta blevi ty Legon? Aiutami. Voglio che mi sistemi il treno. Ju t'ma prishër sërë, t'ma rrugulloshër, o Peritina. Sa shumë të duam ti? Tanto? Ehi, signor meccanico, cosa c'ha il mio treno? Cosa ha fatto? O është bërë pizza je? Ndaj nuk ecën e? Ah, që ka prishur. Va bene, do ma rrugullosh? Ok. Oh, vdek kjo nen për ty o zot. Oh. Grazie mille. Sa lek do? Uno, vetëm njëra? Na, shumë lek na. Okay. Ciao signore! Adesso vado via perché devo portare il treno a portare la roba della mamma. Ciao! Mi si è rotto ancora. Pronto, signore? Arli? Puoi venire a sistemare il treno che si è rotto? Ok. Mi si è rotto il treno. Tu anche. Grazie mille. Sa lek do? Due strade? Do shumë prapë? No. Ciao. Ne ikim të shtëpia. Çuf.
E l'ukulele? Sì. Grazie! Rasciuleta. Ah, desh ke lek prapë? Ah, më ti qenë ke mekanik shumë pi shtrenjtë. Na. Shumë. Ciao. Treno fa ciuf ciuf, il treno fa ciuf ciuf, abbiamo i vagoni. Il treno fa ciuf ciuf, il treno fa ciuf ciuf, io c'ho il treno più bello, con i colori ciuf ciuf ciuf. Margullo via Arli, ciuf ciuf ciuf, adesso devo chiedere a Arli. Arli, che colore è questo? Uno. Che colore? Sì. Ve? Verde. Questo qua? Già? Giallo. Questo... Ti toglie questo? No. Questo? No. Questo qui? Rosso? Ok. Questo qua? Bravo! Ma pisi tu, guarda qua, se pisi. Due pisi. Tu. O mecanico. O këshën no. O këshën. Ti avevamo qik papete. No. Unde të fash papete dhe për së shbavën? Sì. Jo. Allora. Bravo, mecanico! Ora è arrivato a me. Dili. Hey guys, unë sa u lava dhe bëj ndush se pa ta mbajtur tërë para ditën vajin e linjës Amarli këtu vën. E gjeni tek faqja Amarli Le Studio për ta ordinuar. Gjithashtu pastaj e lava kokën me shampon Amarli Le Studio me vajrat esencial dhe rritje të shpejtë të flokut, largimin e zboksit, largimin e yndyrës dhe një flok të shëndetshëm dhe plot jetë. Edhe po. Ka veshur dhe një paltuta të bukura, gjëra të rehatshme dhe këtë bluzen. Më në fund erdhi pak ajo freskia e fillimit të dimrit, vjeshtës. Okej, unë do vazhdoj të krej flokët dhe do shkoj të pi një kafe. Dhe ju lajmëroj që në datën 1 shtator fillon palestra me Angela. Okej, dhe pse jemi akoma në formë, do bëjmë gjithë si familje dhe Amarilda dhe unë dhe gjithë. Edhe po, shifemi në vazhdim. Edhe kur klientja të sjell ëmbëlsira, o Sonil të më trashëgosh dhe jetë e lumtur inshallah dhe më na ngocëtam shpejt. Shumë faleminderit. Hej njerëz, mirë mëngjesi nga dita e henjte. Sot e kam nisur ditën me klientët e mia, ka ardhur Sonila dhe Margherita, që i përshëndesin që pse do shikojnë këtë video. Edhe kanë marrë parfume. Gjithashtu dhe ndonjë dhuratë nga mua, më kishte marrë malli që t'i takoja, ato ishin në Shqipëri sepse Sonila u martua, bëri dasim, siç e dini. Edhe unë dhe Arli tani po shkojmë tek Mercato që është këtu në fshatin tonë. Edhe t'ju tregojnë çik një outfit. Shumë i thjeshtë, një palë xhinse, një këmish, është ftohtë, është vaps, merret vesh. Kam dhe Arlushin. Amarili si është akoma në gjumë, por nuk do punohemi, do shkojmë dhe do vim një xhiro. Ndërkohë po kthehet edhe babi me një nga kushurinë e mi, Devi, këtu në Itali. Si ishte babi në Shqipëri. Edhe po, këto janë të fundit. Shkojmë! Questo colore, hanno 5 colori. Se vogliamo andare giù per questo possiamo fare. Quando andiamo?
Hey guys, gjiro e markatës tonë, mbaroj Leviarli Patatina, edhe Amarilisi, që erdi tani mbrapa na gjeti atje dhe kemi bler këpuc atleta për shkollë për Amarilisin, një palë për Arlin, se është rritur këmba, edhe një palë për mami se gjeta Levans, ato të preferuarat e mia me një çmim super, dhe ngjyra më in dhe më super që kisha pikasur dhe desha t'i merja dhe i gjeta. Edhe po, shkojmë në shtëpi dhe do t'ja tregojmë. Buongiorno. Allora, ok. Bonito. Ok. Hadi. Ciao, Dada. Sì. Arrivano. Buongiorno. Buongiorno. O zot mi fal. O zot mi fal. Mirëmëngjes njerëz, vazhdojmë ditën duke gryer qepën se sot vendosa që të bëj një yani. Ma i do kështë qef të hante gjellë. Dhe vazhdojmë, edhe kam marruar t'ju tregoj se çfarë bleva dje, po do t'ja tregoj, atleta do më thënë. Arli po qanë pak sepse ka ikur Amarilisi tek mami, se unë mishin që se ma mban dot frigoriferi, do më thënë se kam shumë vogël, e qojtë ma mbajnë mami se ka frizer të madh, plus që sa herë po thuj se më shumë blen mish babi dhe blen dhe për ne, që kështu zërës kur ma ka bler babi. Edhe po grit qik një 3-4 kokra qep, sepse janë një pa qep. Nuk është mirë. Shifemi gjatë ditës. Hej, përshëndetje, jemi diku nga ora 5 e masdites edhe unë jam veshur me roba palestre si që shikoni, sepse zysha jon Angela na ka kërkuar foto edhe peshën që jemi ne aktualisht, sepse në datën 1 shtator, si që kam thënë, do filloj palestrën. E di që është vonë, është ora 5 e masdites, kam ngrënë, kam pirë, por thjesht do ta provoj një herë tani dhe një herë nesër në mëngjes, hestull pa ngrënë dhe pa pirë, dhe me roba banje që se sa është pesha ime eksakte. Si që thash, kam ngrënë, kam pirë, që kështu pesha tani nuk është e saktë. Okej, trupi im tashi duket kështu. Normalisht jam e fryrë, jam edhe para ciklit, unë zakonisht kur më jam para ciklit kam fryrje, sidomos se kjo zona këtu, edhe dukem kështu, okej? Në të vërtet, do t'i bëj foto gjitha anët, kam marrë edhe 2 kile, nuk dua ta gënjej, kam ngrënë shumë keq, edhe plus kileve kemi edhe fryrje nga ngrënja jo e mirë dhe alkolike, me gaz, pijet me gaz. Shkojmë tani edhe shikojmë peshën, duhet llogarisni që kam edhe telefonin në dorë. Okej, jam 60 kg. Në të vërtet, në mëngjes jam 58. Okej, si që thash, peshorja regjistrovi 60 kg, por në të vërtet nuk jam 60, por tani në këtë momente jam, kur heq telefonin nga dora, jam 59.6, ju kam thënë që kam shtuar 2 kg, unë isha 56, kur kam mbaruar palestrën, por kur nuk haja një ditë 2, shkoja edhe 56 kg, 55-56 kg, si që thash unë kam marrë 2 kg të mira,
Edhe nesër do t'ju them realisht se sa është pesha ime dali, sepse tani kam ngrënë, kam pirë është ora 5 e masdites njerëz, që kështu nuk është as pak pesh e rregullt. Edhe po, do masim edhe belin këtu, do masim edhe krahët, do masim edhe kofshët, edhe këtu tek vithet, edhe që ti japim të gjitha informacionet e duhura Anxhelës për të parë pastaj në një periudhë të caktuar se sa centimetra kemi humbur, sa pesh dhe sa masë muskulare kemi shtuar. Unë mendoj se pesha ime nesër në mëngjes është gjithmonë tek 58 kg e ca gram brapa, por okej, thash që t'ju updatoj edhe pak juve këtu, se mbase kam publikuar këtë video deri në datën 1 shtator, që kështu po ju mbaj të agjornuar ditë pas dite. Nuk e di pse kur e kthej kamerën e kundërta duket më shumë e fryr barku dhe kur e kam nga kthej më pak. Gjithsesi, kjo jam, me bark pa bark, unë ja e kam pranuar dhe e kam lëshuar pak veten këtë behar që të ha edhe të pi gjyra me gaz që të shiroj pak beharin, se të vinë dimri dhe do jemi shumë më strikt. Unë ju kam thënë që pasaj më shtuar dhe kjo pak kjo qiqa këtu, që kur kthehesh kështu shikon. Do fillon edhe Amarindo, që kështu ky dimër na pret me ngrënie të shëndetshme, të rregullt, edhe të na gjejmë vitin e ri me trup më të shëndetshëm. Kaq kisha për të thënë. Gjithashtu duhet t'ju ndaj me ju që kam 3 porosi këtu gati, që këtë u bëj par live janë të Sonilës. Sonila zgjodhi produktin më të ri që kam nxjerrë në shitje tani, që është eliksiri për përgatitjen e lëkurës, se po na vjen dimri, që mos na çajnë kapilarët, mos na theksojnë rrudhat që keni marrë nga dielli, që jam e bindur që asnjëra s'ka përdorur SPF50, dhe mos thoni pastaj pse më shtuan rrudhat, pse më shtuan njollat. Prandaj zbrit për të fritesh. Kam marrë SPF50, Sonila shumë e rregullt me SPF50. Kam marrë gjithashtu edhe scrubin më strong që kam, që është me kafe. Kjo është paku e Sonilës. A mirë se e prisha te mama? Arli. Këtu e kam mbyllur, por është paku për ngreshi, do niset nesër, po mos ta kishim mbyllur dhe u tregoja, por gjithsesi zonja ka marrë krem për njollat, kafe, edhe vajin për rritjen e flokëve. Është një paku tjetër pezull për tek Pamela Gjini, që për momentin s'mund ta merrte, dhe është këtu, kur do ketë mundësi do ta marrin, më kontaktovi edhe i ka ndodhur diçka e papritur, edhe do ta marrin pak më vonë. Gjithsesi e ka këtu. Okej, edhe ja rëzome nene zëve. E njerëz, pasi jam kthyer nga prindrit e mi, jam këtu me Arlosin. Babi mi dha Arlit 20 euro, gjithmonë i jep gjyshi lek kur kthehemi. Mos 50, 20, asnjëherë nuk e çon të shtëpia me duar bosh. Kush t'i dha lek aty dritë? Kush? Thoj këtu te telefoni? Gjish në kio, o shpirti nënës. Kurse nëna na dha xexa. E kemi marrë xexat këtu. Ndërkohë kemi dhe perëndimin sa bukur. Edhe nisemi për shtëpi. 2-2 bëjmë dhe një shëtitore, u kënaqëm, lozëm dhe me Lali Devin. Edhe ikim të shtëpia tani njerëz. Na pëlqevi shumë kjo xhiroja e masdites. Kanë filluar njerëz, kanë çelur trëndafilat, shihni sa bukur. Edhe shumë bukur. Fillon tani kjo vjeshta. Shumë bukur. Guys, nuk jam njerëz. Përshëndetje, si që shikoni, jam në spital, por për më shumë informacion do të flas në një moment të dytë. Mos u shqetësoni, jam mirë, edhe mirë jam edhe unë. Shifemi në vazhdim. Ja pse nuk kam qenë shumë aktive këto kohë, po mendoj se shumica për ju që ka kuptuar që diçka nuk shkonte. E guys, përshëndetje. Se ti vesh, si që ju thash, të henjtem, bleva një palë atleta për vete, Levans, janë këto. Dhe të njëjtat eksaktësisht njësoj si këto, ka marrë dhe Amarillisi, por Amarillisi do i tregoj vetë kur t'i vinë gjërat e shkollës, gjitha, që shqyquen ato, part of school,
Back to school. Back to school, do ju bëjnë back to school. Edhe do do bëjmë gati, edhe do shkoj deri në San Mauro, diku me i fshat këtu se kam pas marrë 1-2 gjëra. Edhe thash t'ja tregoj para se ti vesh dhe kam veshur këtë bluzën që mendoj se ma keni parë dhe këto pantallona që do t'ja tregoj në një moment tjetër gjatë ditës. Edhe nisemi të bëjmë disa ordinime. Atë do ju tregom dhe outfit kur ne do na vinë gjërat e shkollës, do bëjmë dhe outfit. Tani do t'i vesh këto edhe do nisem, do t'i marr me vete, janë shumë të bukura. Nga 40 euro i mora 20 euro. Njerëz, shikoni çfarë qielli mrekullueshëm me re. Sa bukur, çfarë perëndimi. Super. E adorueshme. Edhe jemi këtu. Ma la meraviglia e natyrës. Shifeni çik natyra sa e bukur që është. Shikojeni pak, ju lutem. Shifeni çik. Ma sa e bukur dhe është një perëndim atje ma tan. Që se keni iden, nuk e di ku mund ta kap perëndimin kaq wow. Ma dhe këtu, wow. Kjo është gjëja më e bukur. Hi guys, jemi veshur, jemi bërë gati dhe po ikim tek Mercato e përdorur. Tani nuk e dim a do ket, por sipas llogarive duhet ket. Që kështu po spati thjesht bëjmë një gjë dhe vim në shtëpi. Vurëm syzet e shikimit, por që kur dalim për jashtë ta bën dhe syzet dielli. Po zihet Arli me Amin për telefonin. E di on këtë rast. Ndaj edhe ika që ti qetësojnë Amarin, do jo unë, të herë unë i qetësoj, tani ti qetësoj nej. Unë sot e kam pushim, si që them unë gjithmonë që të shtu dhe djel, unë e kam pushim. Kurse nga hena në prente i kam unë, nga shtuna djel i ka Amarita. Nisemi. Dhe si përfundim njerëz, markat natë nuk ka markat, bërëm një gjero kështu kot. Tutte le foglie, mi raccomando. Guys, mora lule, me që mërkatë ishte mbyllur, morëm lulkat në bukran. Dhe me outfitin që kam sot, super, shifeni? Se si outfitova. Shumë bukur. Shkojmë në shtëpi. Përshëndetje, për të gjithë gocat që më kam pyetur Alketa, në qoftë se do kisha një rënje të flokut ose yndyrë ose zbokthë, apo thjesht dua një terapi për flokët se po ndryshon sezoni i verës dhe po vjen dimër dhe më është dëmtuar shumë. Do t'i këshilloj me patjetër eliksirin e flokut, vajin që është 3 në 1, 5 në 1, 10 në 1, është vaj magjik, të bën që të rriten flokët edhe atje ku ti nuk e pasur kur flok, dhe shampa shkon edhe ekuilibron të gjithë pH-n dhe largon të gjitha ato papastërtitë dhe gjëra që askush nuk do të donë të ketë në rrënjën e flokut. Ky do ishte një super set i kombinuar së bashku me vajin edhe shampo. Normalisht që përgatiten sipas ezigjencës edhe kërkesës së tipologjisë të flokut. Atëherë, nëse dikush të mëson Alketa, kam shumë vite që kërkoj një fondotinta dhe nuk e di se këtë gjej. Se njëra është me bardhë, tjetra është më bën më të verdhë, tjetra më bën më të herë dhe nuk po e gjej. Ja ku keni fondotintën me acid hialuronik që funksionon dhe reagon sipas pH-s të lëkurës dhe nxehtësisë së saj dhe bëhet e personalizuar dhe bëhet si
efekt filtri dhe duket sikur nuk e vën asnjë gjë dhe ka një super mbulim. Për gjitha ju që doni të shikoni çfarë mbulimi ka, shikoni videot e mia si në Instagram edhe në YouTube me emrin Alketa Amarildo ose Amarlile Studio. Ka një super mbulim, por që nuk duket ai llaçi, ai efekti falso, por një efekt super natural dhe mos harroni që ingredienti kryesor është acidi hialuronik. Provojeni që ta besoni. Do të shtonim edhe këtë. Pastaj do kisha ato goca që më qahen shumë moj Alketa, ngelëm duke bërë shërpik falso, na dhe mjen syt, na irritojnë, na kruen e tëra me radhë. Normalisht që shërpiku i vën është i bukur, ka estetik, por që me kalimin e kohës djeni se keni risk shumë të madh të infeksionit të syrit edhe një rënje shumë të madhe të qërpikëve. Prandaj mbani qërpikët e juaja që Zoti ju ka krijuar, ndihmojeni ato në një rritje të shëndetshme. Kjo është 2 në 1 sepse është për qërpike dhe për vetlla dhe kushton vetëm 20 euro dhe do ju duroj tër vitin sepse një ingredient i tillë duron tër vitin. E vendosin vetëm darkë për darkë dhe do zgjoheni ditë pas dite me qërpik më të shëndetshëm, më të zinj dhe me vetlla më të shëndetshme, qimja më e trashë dhe do bëjnë që të mbinë edhe qime të reja. Provojeni që të besoni. Gjithashtu, për gjitha goca që më thojnë Alketa, kam provuar gjithë skrabat e botës dhe nuk më bëjnë asnjë gjë. Provoni skrabin e zi nga linja Amarlile Studio. Është skrabi më strong që kam për gjithë ato goca që kam pika të zeza, akne e tëra me radhë, ja ku keni se është vërtet skrab, po mund ta mbani edhe si mas për 5 minuta të vendosur pasi e keni masazhuar. Jo, super këshilloj. Kjo do ishte vërtet një blerje me shumë vlera, pasi të gjitha gocat që më thojnë Alketa, un kam lëkurë me njolla kafe. Disa i kanë nga Shtazania, disa i kanë në gjenetik, disa i kanë nga dielli, në behar i bëhet fytyra me shumë njolla. Atëherë keni kremin kundra njollave. Normalisht që bëhet i personalizuar sipas tipologjisë të lëkurës dhe tipologjisë të njollës nga se vijnë këto njollat kafe. Okej, vazhdojmë. Gjithashtu kemi edhe kremin anti-age që s'duhet i mungojnë asnjë vajze duke filluar nga mosha 25 e lartë, sepse nga aty pastaj fillojnë edhe shenjat e mimikës bëhen më të dukshme dhe nga shenja mimike kthehen ngërrudha. Që kështu ndihmojeni paqen vonë. Parandalo para se të kurosh. Është më mirë parandalimi se sa kurimi. Gjithashtu kemi edhe tipologji të ndryshme larsash fytyre që na ndihmojnë për të mbajtur pH-n e lëkurës në ekuilibër. Një sekondë se mrazilja. Edhe më së fundmi kemi parfumet. Normalisht që parfumet i kemi 3-4 tipologjish, për momentin kam këtu në dorë 31-shin. Është një fragrancë shumë e ëmbël, sensibile, e freskët, le atë shihen kudo që kalon. Gjithë njerëzit ta kthejnë kokën ose kush të takon do thonë me çfarë parfumi ke, ta garantoj. Ky është numri 31, është vaniljatu, i ëmbël, karamel, e shumë ingredientë të tjerë. Edhe po njerëz të dashur, këto janë disa prej produkteve të Amarlile Studio. Nëse doni të dini për më shumë ose ndonjë informacion, na gjeni në Instagram me emrin Alketa Amarildo dhe tek faqja e punës Amarlile Studio. Gjithashtu na ndiqni edhe këtu në YouTube, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Edhe unë vazhdoj ditën se kemi shumë porosi për të bërë. Ju falenderoj. Bye. Hej goca, pasi ju tregova të gjithë produktet që ju shikoni aty, tani duhet të tregoj edhe këtë që më dhurovi mami ime. Është shumë antik dhe më pëlqen shumë sepse është si formë briku, por në të vërtetë është një vazo për të vënë lule. Dhe mua më pëlqej tepër shumë sa e pak, tash mami këtë e dua unë, edhe thash okay, të vendosim pak lule të bashkë, sepse sot si që pa, doja të shkoj në një markato, por markata nuk kishte sot edhe vendosa që bleja lule. Unë i dashuroj shumë lulet, më pëlqejnë, edhe zgjodha këto margaritat e vogla dhe këto margaritat e mëdhaja. Okej? Dhe të vendosim së bashku.